Goditja nga antimafia italiane, atij që u konsiderua si një nga grupet më të rrezikshme të narkotrafikut në vend, shumë se sa një lajm kronike, është një tjetër njollë politike në kulmin e përlyer të këtij pushteti. Ky aksion, më shumë se për të na faktuar se si vinte kokaina nga Amerika Latine, se si mbërrinte në portin e Durrësit, se si rishpërndai prej aty në Itali e në mbar Evropën, dhe se si pastaj paratë e përfituara përfundonin të pastroheshin në Shqipëri, tregon tjetër gjë. Ajo nuk është thjesht një radiografi e organizatës kriminale të troplimve, por një dëshmi se si funksionon qeverisja e viteve të fundit dhe se si janë bërrin ajo të konfirmohet pas çdo sfide elektorale. Le t'i marrim konkretisht me shembuj. Lideri i PD-s Ali Berisha disa herë para 11 majit e denoncoi këtë bandë se po intimidonte kandidatët e PD-s dhe po bënte hapur fushat për PS-n. Reporterë të shumt kanë pohuar se së paku 2 nga antarët e listës së socialistëve për Durrësin janë njerëz direkt të saj, por edhe sikur këto deklaratat i marrin me dyshim, faktet sërish janë kokëforta. Në dosjen e prokurorëve të antimafias italiane dhe në pojimet e përmbaruesve të tyre shqiptar, dele qartë se një nga krerët e kësaj organizate ishte shpërblyer drejt për drejt nga Edi Rama me një leje ndërtimi. Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojës, nipi i Xhevdet Troplinit me kompaninë Eldemar Construction, tërësisht në pronësi të tij, ka fituar në prill 2024 të drejtën për të ngritur një hotel 10 katësh në qytetin e Durrësit. Këtu çështja nuk është thjesht kush firmosi dhe cili përfitoi. Pyetjet shkojnë përtej, si po zhvillohet industria jone e turizmit, kush po investon në të, dhe mbi të gjitha, me çfarë parash. Pikërisht këtu vim tek një pikë tjetër. Sa herë që përballen me akuzat për pastrimin e parave të zeza në sektorin e ndërtimit në Shqipëri, pjesëtarët e qeverisë bëjnë të paditurin apo justifikohen se ato janë fryti i kursimeve të emigrantëve shqiptar. Sa mungesa e kredidhënies argumentohet me blerjen që në grop dhe broçkulla të tjera. Dosja italiane na dëshmon me detaje, video dhe foto se si mbërrin në Shqipëri në mënyrë klandestine përmes autobusësh paratë e drogës së shitur në Itali. Janë pikërisht këto para që mbajnë të ulët kursin e euros, që shërbejnë si injeksione për ekonominë dhe që njëherë në 4 vite përcaktojnë edhe zgjedhjet. Dhe ky nuk është një rast i izoluar. A nuk përfundoi në pranga deputeti socialist Jurgis Çyrbia, i cili doli nga përgjimet e Sky se ishte njeriu i vendosur në listë nga bandat e madje spiuni për llogaritë të tyre në parlament, po kur u bë publike një pjesë e dosjes së grupit të Suel Çelës në fund të vitit që shkoi, a nuk doli aty emri një biznesmeni, Marcel Shega, që e furnizonte organizatën me paratë e tenderve publik që merrte prej pushtetarëve socialist? A nuk ishin arritur 2 vëllezërit e arrestuar të kësaj bande të gradonin motrën e tyre, Adelaida Roka, drejte në paradhomën e Edi Ramës, pikërisht si drejtoresht e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, ku vendoset për lejet e ndërtimit? Nuk është rastësi që edhe Troplinët dhe Çyrbia, edhe banda e Suel Çelës, për të mos përmendur shumë raste të tjera, janë të gjitha akuzuar nga opozita si manipulator të zgjedhjeve. As naiviteti ekstrem i idiotëve të dobishëm që nuk duan të shohin të lidhura këto fakte, nuk mjafton për të mbuluar katërkëndërshin e përbërë nga ajdu të votës, para të zeza, banda kriminale dhe favoreve me punë publike, apo leje ndërtimi që udhërojnë atyre rilindasit. Kjo është baza reale e pushtetit në Shqipëri, të papërfshira me të. Nuk ka se si të shihen as disa pikë pyetje që janë ngritur në orët e fundit. Pse kur gjykata italiane i firmosi arrestimet që në shkurt, ato u ekzekutuan vetëm tani? Mos valle dhe Troplinët njësoj si bajrat në zgjedhjet lokale, u lanë të lirë për të mbaruar punë me votën? Po Visi i Pojës, si arriti të ikë në drejtim të paditur? Do shta dikush i ktheu nderin e asaj që bëri në fushat, po task forca e qesharake e Spakut, që prezumohet i kishte prej muajsh në vëzhgim, nuk pa asgjë nga ato që po ndodhnin në Durrës, pavarësisht denoncimeve të atyre që bërtisnin po na vjedhin? Pas dosjes që lexuam, to pyetje mbeten ajër, ndonse gjithmonë do të gjenden nga ata që në mirëbesim do të betohen se kjo nuk ka të bëjë me 11 majin.